në arsim, zonja dhe zotërinj, dhe një përpjekje patjetër për të fituar në kurriz të një sistemi që tani duket se e ka mendjen te fitimi dhe jo te nxënia dhe përmirësimi i brezave të rinj. Luciano Bocci ka qenë ndër të parët dhe sigurisht ndër më të zëshmit edhe për pozicionin e tij, por mbi të gjitha ka mirësinë tjetër edhe sot në këtë mëngjes me ne për të ngritur alarmin për një tjetër skem, për një tjetër shpikje. Profesor Luciano, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. E vlerësoj angazhimin për një çështje që duket se duhet të them të vërtetën, zoti Bocci, nuk shoh një merak të madh nga prindi i zakonshëm, nga prindi mesatar shqiptar për çështjet të arsimit. Megjithatë, ta fillojmë nga Zallafilla. Çfarë duan konkretisht të bëjnë tani? Flavio, sepse gjua jonë herë është pak politike në rastin e komisioneve, ta bëjmë formën e fabulës. Okay. Ministria në fjalë ka pasur një partner të vetin strategjik, mik strategjik, ta themi qartazi, me cilin ka ndarë shumë projekte favore, interesa në rastin kur ka qenë ministri i kulturës. Bëhet fjalë për ADF-n. Po, që është një OIF, Fondacioni Amerikano-Shqiptar, se termin amerikan e ka shumë të madh, në fakt nuk varet nga qeveria amerikane dhe është iniciuar si aktivitet në fillimet e veta, por është tërësisht i pavarur. Dhe duke qenë se ka këtë lloj partneri strategjik, me cilët në thonjza nuk i kanë dalë fjalë për gjatë kohës që ka qenë ministre e kulturës, tani që u bë ministre e arsimit, do që ta ketë brenda vetes të bashkëpunojë me atë për projekte, për ato që thatë ju, për ta shndruar Ministrinë e Arsimit në një burim fitimi. Dhe krijon një mega agjenci të madhe. Dhe e di ku është pafytyrësia se nuk e fshehin. Propozimi për të ngritur agjencin i vjen nga ekspert që merren nga ADF-ja. Pra, një OIF pajton ekspertët e vet në një ministri të caktuar dhe këto ekspertë i thojnë ministres që ti duhet të ngresh një mega agjenci ku ne duhet jemi brenda, sepse në bordin që merr vendimet, prej 6 antarësh ku njëri s'ka drejt vote dhe ngelin 5, prej 5 antarësh dhe vendimet merren me 4 vota, 2 propozohen nga vet ADF-ja, nga vet donatori. Dhe në rast kur ky donator pastaj nuk është i përzgjedhur nga ana e ministrës, nuk e do ministrja, sepse vetëm ADF-n do ministrja, atëherë ministrja ka drejtën sipas këtij ligji të paraqitur në komision dhe do vinë në kuvend, ka drejt që ti përcaktojë ajo antarët e bordit. Bordi merr vendimet për gjithçka, i gjithë bordi është në varësi të ministres, bordi raporton ke ministrja, dhe agjencia ka në dorë të gjithë llojet e licencave, provimeve, ekuivalentimeve dhe kështu monopolizon një veprimtari që duhet të ishte autonome sipas standardeve të BE-s, duhet të ishte jo në konflikt i interesi sipas standardeve të BE-s, nuk duhet menaxhojë dhëna sensitive sipas standardeve të BE-s, duhet të jetë e hapur me publikun që nuk është sipas standardeve të BE-s. Dhe madje këtu vinë edhe me hipokrizi, i referohen kapitullit 26 si kapitull që lidhet me arsimin për antarësimin e Shqipërisë në BE. Dhe në debatet që kemi pasur, unë vetëm një pyetje sfiduese i thash ministres dhe e bëj edhe nga këtu nga televizioni i Syri. I thash që më jep një model evropian që e ka një agjenci të tillë. Madje në ato ulumtimet dhe kërkimet e mia, qartazi gjithë vendet europiane i kanë të ndara licencimin nga ekuivalentimi i diplomave, apo provimet e gjuhës huaj nga profesionet e tjera të rregulluara. Në Shqipëri, duke qenë se thash fabula shumë e thjeshtë, ministrja kërkon që me ata që ka bërë punë, vazhdon të bëj punë, ndërton një ligj që i jep asaj omnipotencë, por që në rastin kur ajo është në dashuri e sipër me një donator, ajo mund ta bëj pjesë të saj, të vendimarrjes së saj, me cilët ndan vendimarrjet, ndan interesat, ndan benefitet. Pra, Flavio e thatë në fillim shumë qartë, do të thënë këto bëjnë shpikje, mënyra se si korrupsioni të jetë më i kamufluar, se si këto të kenë vendimarrje gjithçka në dorë të vendosin për fate njerëzish, për benefitet e veta, vendosin
për ato gjëra që në fakt nuk duhet ishin kompetencë njerëzve të tillë që kanë treguar qartazi që duhet të jenë shumë larg financave sepse emocionohen, impresionohen në rastin e financave. Edhe në rastet kur zgjejnë shtigje ose s'kan shtigje, këto krijojnë dhe shpikin forma tilla me qëllim që të kenë duar të gjata në financa. Sepse pas gjithë këtij parashtrimi ka dhe një element tjetër. Kjo agjenci do jetë me vetë financim. Në inicim gjoja ministria i jep godinën se shtetërore, edhe këte e quajnë është një formë financimi nga buxheti i shtetit. Në fakt nuk ka alokime fondesh dhe nuk ka përcaktim në projekt buxhet të ministrisë për vitin 2026, e gjithë pjesa tjetër e parashikuar në miliona euro do vinë si rezultat i vjeljes parave nga studentët shqiptar, nga nxënësit shqiptar, nga ata që do licencohen apo do kalojnë në faza të ndryshme kualifikimi, përfshirë një set të gjërë profesionesh. Pra, thjesht një mënyrë tjetër rrjepje e publikut për një shërbim publik, për një shërbim që qytetari e paguan në inicimin e tij në taksa të ndryshme, në tarifa të ndryshme. Dhe tani gjendet një modalitet tjetër që ministria të ketë në dorë disa temi rrjedhje fondesh, gjoja jo se i merr vet, po se do i menaxhoj donatori ka vendimarrjen. Pastaj se ç'bëhet prapa krave, do të thonë dihet. Si thoshte edhe një shprehje telekomedive të viteve 2000, ajo punon për Allahun, me lekët merret ajo tjetra. Megjithatë, zoti Boçi, ju keni një eksperiencë tuaj në arsim. Dhe arsimi shqiptar e nisi nga një vend mesatar për standardin evropian, të paktën kur filloi matja e Pizës, dhe tani jemi pas Palestinës, të paktën deri kur të dali statistika e re. Nuk ka ndërkohë asnjë ministër socialist që të ketë një rekord pozitiv, le të themi. Fillon që Lindita Nikolla me ligjin famkeq për arsimin e lartë dhe vazhdon me çdo që ka kaluar aty duke prodhuar drama, thagma, mungesë sigurie, mungesë cilësie. Dikush e ka të pamundur të mos besoj këtë teoritë konspirative, këta janë të gjithë kaq budallënë dhe të paaft, apo ka një qëllim në vlerësimin tuaj për ta bjerë, shkatruar dhe masakruar arsimin shqiptar, dhe sigurisht për të stimuluar prindrit që t'i çojnë fëmijët e tyre jashtë që në klasë parë? Unë mendoj që ka gërshetim edhe midis ignorancës për të bërë politika arsimore, por që ka në background edhe një qëllimsi. Nuk e di nëse e kam zotin Boçin këto çaste, edhe një sigurisht se kemi cilësinë e internetit, po ashtu si cilësia e shkollës tonë, se edhe këta inxhinierët e internetit këtu e kanë për shkollën. Kështu që le të përpiqemi ta kemi sërish për pak sekonda profesor Luciano Boçin, i cili duhet ta rikujtojmë në komision, duket se ka ngritur alarmin për një projekt ligj që synon ta monopolizoj duke privatizuar vendimarrjen në arsim dhe duke ja dhënë atyre që nuk duhet i kishim dhënë as sitet tona arkeologjike, po do ja japim ato, do japim Durrësin e të tjera, e të tjera. Janë shokët e vjetër të ADF-s të Mirela Kumbaros nga koha e Ministrisë Kulturës. E kemi profesor Lucianon? Ma konfirmon regjia nëse e kemi Luciano Boçin në këtë çaste? Apo dakord, japim edhe pak sekonda. Sigurisht jemi në një transmetim të drejt për drejt, zonjë zotërin, dhe kërkoj edhe mirëkuptimin tuaj për momente si ky. Të shohim, e kemi tani profesor Luciano, po. Nuk e di, domethënë sepse ndërkohë unë diçka midis konspiracionit dhe budallikut natyral, domethënë. Po, edhe ka dhe këtë qëllimin e fshet, sepse ky qëllimi i fshet lidhet dhe me shpopullimin dhe me ikjen, por ka dhe me një gjë, me uljen e nivelit mesatar të inteligjencës kultivuar, të asaj që vjen nëpërmjet arsimit, se inteligjenca natyrale shqiptari e ka të lartë. Këtë pastaj të kultivuarën për shkak të sistemit arsimor e ka tullet. Dhe ky nivel përcakton dhe masën e kontrollit masës, sepse tha diçka shumë interesante në fillim, thej që prindërit nuk reagojnë
sepse ka rënë niveli i inteligjencës kultivuar, niveli i dijes në shoqëri, është nën mesataren e dikushme, dhe njerëzit që nuk kanë dije, nuk kanë informacion, nuk reagojnë shumë, Flavio. Dhe kjo ka qenë një qëllimësi e induktuar nëpërmjet këtyre ndërhyrjeve në sistemin arsimor. Zakonisht elitat janë ato që kontrollojnë shoqërinë, që reagojnë, dhe elitat tek ne janë të fjetura. Janë të fjetura për shkak goditjeve që kanë marrë vazhdimisht në mënyrën se si janë trajtuar, në mënyrën se si është arsimi në çdo gjendje, është arsimi, si është trajtuar pedagogu, si është trajtuar mësuesi. Dhe këto elita nuk kanë zë, nuk kanë pavarësi, nuk kanë forcë, se forcat vjen nga e vërteta, vjen nga autoriteti. Dhe gjithçka që është investuar keq në arsimin shqiptar nuk është vetëm keq nga budallalliku, nga ignoranca, është keq edhe nga qëllimësia negativiste që ka qenë në fokus. Dhe unë mendoj që kjo mënyrë ka vetëm një zgjidhje politike, në vazhdimsi ju përmendët PISA-n, po PISA është një element që lidhet me arsimin parauniversitar, po universitetet shqiptare nuk rankohen në asnjë klasifikim. E vërtetë është kjo. Dhe madje, Flavio, jemi aq keq sa as nuk kemi në renditje, nëse në rastin e gjimnazave domethënë jemi të fundit në botë, me universitetet jemi të fundit në hën, nuk ekzistojnë. Në një klasifikim të QS-it, që është një nga organizatat më prestigjioze, vihesh re që vendet afrikane si Sudani ngjiteshin në vende të mira, në vende 300, midis 300-500. Por Sudani e ka 10 herë të ardhurën për frym më të ulët se sa Shqipëria, nga ana financiare. Dhe si ka mundësi në vende kaq të varfra, në raport me Shqipërinë, universitetet kanë një shkëlqim kaq të madh, ndërsa Shqipëria, megjithëse ka mungesa në raport me Evropën për financimin që bën për arsimin e lartë, nuk mund krahasohet as me vendet e Afrikës. Kjo vjen për shkak politikave, pastaj për shkak të vëmendjes që ka për arsimin, për shkak të këtyre ligjeve, të këtij projekt ligji, se nëse ka, ne kemi folur deri tani për shumë ligje klienteliste, ligji i investimeve strategjike, ligje tjera, por shembulli më banal i një ligji për vetën e vetë klientelist total është ngritja e kësaj agjencie, dhe Kumbaru gjithmonë ka shkëlqyer në këtë performancën për zaptuar gjëra për vetën e vetë nëpërmjet anës ligjore, se kështu ka bërë me Butrintin, me trashëgimin kulturore, dhe tani e bën edhe në Ministrinë e Arsimit. Krahas kësaj, Flavio, merr të njëjtët njerëz, se kjo është më e bukur në Shqipëri. Unë nuk e di, ja kam trajtuar të dje në komision, si mundet që ministrat ndrojnë kabinetet dhe marrin të njëjtët njerëz. Kaq gjithollok që kanë këto, që një drejtor që është marrë për shembull me X çështje në Ministrinë e Kulturës vjen dhe bëhet drejtor apo drejtoreshe arsimit parauniversitar, si ajo drejtoresha që akuzohet për trafikim mbetjesh, që ka qenë dora e zgjatur e ministres në Ministrinë e Kulturës, tani dora e zgjatur nuk hiqet asnjëherë, merret me vete, dhe tani është në pjesën e Ministrisë. Po dhe ajo që kishte ke arkeologjia, që ishte pa arsimimin e duhur për arkeologjinë. Po. Juris diçka, se sa mbaj mend tani, po. Po diçka e tillë që është në kërkim, se u shpall në kërkim. U shpall dhe në kërkim, po ndërkohë i kemi lënë gjithë sitet arkeologjike. Autoritetin që të merret me tani, jo vetëm sitet arkeologjike, tani ka edhe njerëz që merren me gjithë çështjet e arsimit. E kuptoj. Profesor Luciano, kam një pyetje të thjeshtë. E zëm eventualiteti në 2029-ën ndron pushteti, ka rotacion, ju merrni drejtën për të qeverisur. Keni çaj bëni gjendjes arsimit? Sa do të doj? Se arsimi është një fushë do investime paktën 10 vjeçare. Kjo është e vërtet, flitet për investime që të japin rezultat pozitiv. Spaku të ndërpritet kjo rënja e arsimit në gjitha nivelet e tij, dhe unë mendoj që kjo ndërprerje bëhet në mënyrë më të shpejtë se sa
themi marrja e rezultateve të investimeve, cilat do jenë dhe do kenë rezultatin e tyre. Dhe kjo bëhet duke vlerësuar në radh parë figurën e mësuesit, pedagogut, duke rritur autoritetin e universiteteve, duke rritur cilësinë me ato ndërhyrje që janë emergjente në arsimin para universitar, por duke injektuar pas edhe investime për student, për nxënës, me qëllim që rezultatet e mvonshme të jenë të pritshme dhe të jenë të mira. Në silljen e ndërhyrjeve brenda arsimit ka nga ato ndërhyrje cilat kanë rezultat shpejt, përfshirë ndërhyrje të aspektit ligjor apo të aspektit financiar, ka dhe ndërhyrje që kanë rezultate pastaj të dukshme pas një kohe të caktuar. Një kombinim i dyjave inicion një rritje të nivelit të arsimit dhe çon arsimin atje ku e do shoqëria. Dhe vazhdimisht është thënë që për të parë një shoqëri shif nivelin e arsimit, sepse duke qenë se ne flasim për arsimin, shohim dhe goditin që ka marrë shoqëria, nuk është shumë e nevojshme ty pastaj në analiza që janë më profesionale, ekonomike apo të karakterit tjetër. Arsimi është në tokë, shoqëria është në tokë, por edhe ekonomia ka pasojën e saj dhe gjithë sektoret e tjerë kanë pasojën e tyre për shkak pikërisht të gjendjes në cilën sot është arsimi, është goditur, është i rrëzuar, të gjithë e ndjejnë, të gjithë duan t'ikin, nuk kanë besim tek diplomat shqiptare, nuk kanë besim tek formimi që merr nxënësi shqiptar dhe njohurinë dhe dijen e tyre ata e dinë shumë mirë, duan më pas ta aplikojnë në ato vende ku pastaj marrin formimin, marrin diplomën, jo vetëm formimin profesional, por edhe formimin civil, qytetar, që është një formim që ecën paralel me dijen dhe me njohurinë. Prandaj Flavio nuk mund thuash që nuk ka element për ta rregulluar. Sot nuk ka vullnet për ta rregulluar. Dalim tek ajo shpreha që thatë ju, a ka një tek pyetja, a ka një qëllimsi? Po, ka qëllimsi se tani dakord, dia ignoranca, unë e them edhe për sulm politik në kuptimin e një përcaktimi, por më madhe se ignoranca është e keqja në këtë vend. E keqja ndonjëherë bëhet dhe më inteligjente se e mira kur menaxhohet nga njerëz që vërtet e kanë qëllimsi siç janë këta që janë marrë me arsimin, janë marrë me ekzekutivin, janë marrë me ekonominë apo janë marrë me shoqërinë në Shqipëri. E kuptoj. Profesor Luciano, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ti Flavio. Përshëndesim profesor Luciano Boçi, ndërkohë ne kalojmë në një hapësirë të shkurtër, do të rikthehemi në fakt me një aspekt tjetër shumë interesant. Sa lek e kemi llogaritur, sigurisht jo ne, po ata që kanë bërë shkollën cilësore për këtë punë, sa lek ka fituar qeveria, lexo Rama, që nga rritja e çmimit për konfliktin në ngushticën e Hormuzit.